Presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić mori letrat kredenciale nga ambasadorët e ri të Libanit, Kubës, Ganës dhe Bullgarisë, duke uruar atyre sukses në kryerjen e detyrave të tyre dhe duke shprehur shpresën për përmirësimin e bashkëpunimit dypashë me vendet e tyre. Vučić falenderoi ambasadorin e ri të Libanit për respektimin e integritetit territorial të Serbisë. Presidenti Vučić gjithashtu falenderoi ambasadorin e ri të Kubës për respektimin e integritetit territorial të Serbisë, duke marrë kredencialet e ambasadorit të Ganës. Vučić theksoi se Serbia dhe Gana nxisin sjelljet e bazuara në respekt dhe solidaritet. Duke marrë kredencialet nga ambasadori I Bullgarisë, ai shprehu bindjen e tij se intensifikimi I dialogut mund të kontribuojë në një mirëkuptim dhe besim më të mirë të ndërsjellë. Historiani Aleksandar Vučić theksoi se në 2 vitet e fundit ka pasur një aktivitet të shtuar midis Vatikanit dhe Kosovës, por se nuk është mirë të parashikohet nëse Selia Shej do të njeh pavarësinë e Kosovës, sepse nuk e ka bërë këtë për 17 vjet. Lidhur me deklaratën e presidencës Vjosa Osmani se tokat Dardane kanë lindur shumë burra të mëdhenj, Vučić deklaron se është qesharake të thuhet se perandori Roma Konstantini është një shqiptar I madh. Të shtunën presidentja e Kosovës u pranua në një audiencë me Papa Leon XIV në Vatikan dhe pas takimit ajo shprehu shpresën e saj se Selia Shej do të njeh Kosovën. 3 vite më parë, në ditën e sotme, Kosova dorëzoi kërkesën e saj për antarësim në Bashkimin Evropian. Aleksandar Rapa, ish drejtori I programit të Qendrës për përfaqësimin e kulturës demokratike në Mitrovicën e Veriut, nuk beson se do të ketë përparim edhe në të ardhmen e afërt në lidhje me kërkesën e Kosovës dhe se problemi më I madh për integritetin evropian të Kosovës është se ajo nuk njihet nga 5 vendet anëtare të Unionit. Marko Todorović, studius në Qendrën për politika europiane në Beograd, theksoi se edhe vendet që e njohin pavarësinë e Kosovës si Gjermania apo Franca nuk e kanë vënë këtë çështje në agjendën e tyre. Ish zyrtari I lartë I Kosovës Azem Vllasi tha për Kosova Online se Kosova do të presë ende për të marrë statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian. Vllasi thotë se Kosova duhet të përmbush më shumë kushte se sa pritet për funksionimin praktik sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Por ai gjithashtu theksoi se Kosova I plotson kushtet për antarësim sepse sipas Kushtetues është e organizuar si shtet demokratik sipas standardeve evropiane. Analistja Alma Lama thotë se Bashkimi Evropian nuk e mori seriozisht kërkesën e Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian dhe se pas 3 vitesh Unioni duhet të kalojë nga fjalët në vepra, jo vetëm për Kosovën, por për të gjithë rajonin. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani erdhi sot për vizitë në Mitrovicën e Jugut për të uruar kryetarin e ri të komunës Faton Peci për marrjen e detyrës. Pas takimit, Peci deklaroi se është mirë që ka vëmendjen dhe mbështetjen e presidencës, ndërsa Vjosa Osmani tha se do të bashkëpunojë me Faton Pecin për të mbrojtur së bashku sovranitetin e Kosovës. Ajo tha gjithashtu se ka vizituar disa herë kryetarin e mëparshëm të komunës Bedri Hamzën, tani kryetari I Partisë Demokratike të Kosovës. Presidentja e Kosovës me qëra fjala është me origjinë nga Mitrovica. Analisti Shenoll Muharremi kritikoi presidenten e Kosovës për vizitën e saj kryetarit të ri të Mitrovicës së Jugut Faton Peci, duke deklaruar se ajo tregoi anshmëri dhe se është një turp I madh sepse nuk e bëri të njëjtën gjë për kryetarët e tjerë të komunave. Këshilltari Vjosa Osmanit Bekim Kupina tha lidhur me komentin e Muharremit se kjo nuk është as kritik dhe as shqetësim kushtetues, por një pretendim I pabazuar që synon të dëmtojë reputacionin e presidencës së Kosovës. Me prerjen e ambëlsirës festive para një numër të madh besimtarë është mbledhur lavdinë e tempullit të ushenuar në tempullin e Parandorit të Shenjtë të Uroshit Igumeni I manastirit dhe kryengjëve të Shenjtë Mihajlo tha në një predikim e tij se Perandori I Shenjtë Urosh u tregoi besimin e tij me jetën e tij dhe me atë që ishte më rëndësishme për të që ishte kisha dhe manastiret. Predrag Mitić me origjinë nga fshati Tankosić pranë Ferizajt, I cili pari nderin të priste festimin e vitit të ardhshëm, shprehu shpresën se edhe më shumë njerëz do të vinë në festimin e tempullit vitin e ardhshëm.
Moti nesër do të jetë i ndryshueshëm, mjeftohet dhe me mjegull në mëngjes me ngrica kryesisht me diell gjatë ditës. Mjegull pritet gjatë gjithë ditës vetëm në pjesën e Vojvodinës dhe në lindje të Serbisë. Temperatura e mëngjesit minimale do të jetë nga -5 deri në 0, kurse ajo maksimale ditore nga 8 deri në 12 gradë Celsius.